Do të përmend disa pika që keni mundësi përmes tyre të ndihmoni që të jeni të devotshëm te Allahu Azza wa Jall. Pika e parë është që ta duni Allahun me tërë shpirtin që e keni. Don sa më tepër e don Allahun, aq më tepër i devotshëm ndaj tij. Aq më tepër ke nevojë për Allahun se e don. A ke pa njëri që e don dikon, mendi shpejt me lajm me të, mendi shpejt me fol me të, mendi shpejt me kalu kohë me të kështu me radhë. Edhe nëse don Allahun Azza wa Jall, atë mendi shpejt që të kalosh kohë të tëra, çaste të tëra me Allahun Xhalla wala duke adhuruar, duke përmendur, duke falendëruar kështu me radhë. Prandaj mundohuni edhe kërkoni shkaqe që ju mundsojnë që ta doni Allahun Azza wa Jall. Le të bëhet Allahu më i dashur në shpirtet e juaja dhe në zemrat e juaja. Atëherë kur e doni Allahun, jeni të devotshëm ndaj tij. Përmalloni për takimin me të. Ju vjen turp t'i bëni mëkate. Ju vjen turp që mos ta përmendni kështu më radhë. Nga sa ai që e don dikon, e përmend më tepër ti atë. E përmend më tepër ti atë. Nëse dikon që urren, rrolla e përmend. Veç kur do me shoh dikun se më ku para dikush atë rakon. Mi po kur i gëzum, ti mos ma përmend, a ke pa dikush kur i lumtur e kur i gëzum, s'ki që më të përmend dikon se mos ma pris disponimin Allah i lavd. Çfarë thonë njerëz? Mos ma pris gëzimin. Nëse besimtari për me qenë i gëzum, për me qenë i disponuar, e përmend Allahun xhalla wala. Edhe është i lehtë me të. Pra sa më tepër e don Allahun, aq më tepër i devotshëm ndaj tij, aq më tepër e përmend. Definicioni i Ibn Mesudit që tek në fillim apo aq më tepër përmend, aq më tepër e falënderon, aq më tepër i nështrosh Allahut xhalla wala. Gjithashtu, nëse dëshon të jesh i devotshëm, atëra shpeshtoje për kujtimin se Allahu të përcjell. Le të jetë të ti prezente ndjenja e përcjelljes së Allahut ndaj teje. Do të në çdo moment përkujtoje, edhe kur je tash në ders, edhe kur dilsh, edhe kur do mundohu që sa më shpesh me pas prezente këndin se Allahu më sheh, Allahu më dëgjon. Sa më tepër është prezente kjo është një lloj freni që të frenon apo që mos ti kalosh kufit Allahut Azza wa Jall. Kjo është një lloj nxitsi që të shtyr me punë të mira. Nëse din se Allahu Xhalla wala po të sheh, edhe atëre vallahi ku nuk çe kërkosh, edhe atëre ku nuk të dëgjon askush, edhe atëre ku nuk të përcjell askush, dije se Allahu të dëgjon. E dije se Allahu të sheh, edhe dije se Allahu Xhalla wala të përcjell. Prezenca e kësaj ndjenje të bën me qenë i devotshëm te Allahu subhanahu wa taala. Nëse dëshiron pasuri ndim tjetër, këshill tjetër se si me qenë i devotshëm, atëra mendo për pasojat e mëkateve. Sa do të bëndeni mëkat, mendo se çfarë pasojë sjell ky mëkat. Edhe pse fillimisht ndjenja e kënaqësisë kur e bën atë mëkat nuk të lën ty ta hub vetë dijen për pasojën mi po çka, freno vetë dhe mendo, para se mendo për kënaqësinë që e preton me atë mëkat, mendo për pasojat e atij mëkati. Te i kalo këtë etapë kënaqësisë, dilte pasojat, është që pasojat e illton kënaqësinë, e hub atë ëmbëlsinë e kënaqësisë që këdon për ato dhe të pengon për mëkatet. Për e gjdo pasojë e mëkatë është e edhe. Për të sfi dhe pasojë e më aron dhe mëkatë është gjëhnemi. Apo? E në gjëhnem, për në këtë gjëhnemi, është pasojë e keqe e mëkatëve. Në gjëhnem është një dru, i thujnë zëkum, e dini zëkum në Kur'an që është. është ushqim i gjëhnemlive. Shikoni se sa pasojë e aron është mëkati. Nëse besimtari e paramenon këtë pasojë të edhe. Thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse vetëm një pikë, subhanallah, nëse vetëm një pikë, jo këtë zëkume, se mos funim për xhenemin krejt. Thot Muhamedi alayhi salatu wasallam, nëse vetëm një pikë e zëkumit bjen dynja, kishte më i prish këtë ushqime dhe këtë pije. Çaq i idhët dhe i prish që është apo. Para se më shiu ëmbëlsinë e shikimit haram, edhe para se më shiu ëmbëlsinë e ndëgjimit haram, para se më shiu ëmbëlsinë e shkurës ka harami, përkutoi idhësinë e zëkumit ta humbë ëmbëlsinë e haramit. Nëse me koni devotshëm, përkutoi këtë si, atëherë nuk rinë ëmbëlsime për haram. Atëherë ëmbëlsia shndrohet ku? Në afërsinë te Allahu xhalla wala, në shtim te Allahu subhanahu wa taala kështu më radh. Gjithashtu, nëse dëshon me qenë devotshëm, përkutoi dersat e kaluara. Mësoj sulmet e shejtanit, mësoj se ku të vjen e çka të vjen. Përkutoi dersën e fundit se si ti ballafaqohem me atij, atëherë kjo rrugë e suksesshme për me qenë devotshëm, nga se ai që don ti, ai që nuk dëshiron që ti të jesh devotshëm, kush është? Shejtani, armiku i tij. Prandaj ai pandërpër mundohet që mos me të lënë të devotshëm. Kjo duhet të kesh strategji të caktuar që e lufton atë edhe mbetesh i devotshëm. Edhe gjithashtu, nëse dëshiron me qenë i devotshëm, nëse dëshiron që të jesh rob i mirë i Allahut, takwa, ai që i përulit Allahut azza wa jall, lexoj historinë e devotshmëve. Lexoj historinë e sahabeve,
historinë të tabinëve, historinë të dietarëve se si ka qenë të devotshëm, me tëra dituri që e kanë pas, me tëri atë ibadet që e kanë pas pësëri vren në ta shprehje që mallëngjimi edhe shprehje që mundon me ngushëllu vetën e tyre pse kanë bë pak. Kur të zë kështu vepra të thosh subhanallahu, ku jam unë me këta? Ku jam unë me këta? Ose edhe e kundërta raste ty në të japin janë stimulans, ty të stimulojnë që të jesh i mirë. Kur është si ka qenë filoni e fisteku, ai kështu më radh, të nxit që ti më koni mirë. Prandaj leximi i këtyre tregimeve vetë ndihmon që ti të devotshëm. Edhe gjithashtu mendon në përfundimin e tyre. Pasi të lexosh, mendon përfundimin e tyre. Mendo se pasojat e devotshmërisë ku e ka qenë Abu Bakrin. Pasojat me qenë devotshëm ku e ka qenë Omerin. Ku janë Abu Bakr dhe Omeri? A janë për të përzuar në xhenet apo? Pasojat e devotshmërisë ku i kanë qenë ata 10 për gëzuar në xhenet? Në xhenet i ka qenë. Mendo për pasojat që i kanë korr, ata që kanë qenë të devotshëm, ndihmon me qenë të devotshëm. Mendo në pasojat të grusë ka faraoni ka djeg me zjarr apo në këtë botë, e që fëmia i ka thonë bo sabër nëna ime se shpërblimi të xheneti. Pasoja asaj çka ka qenë? Xheneti. Pasoja Sumejës që kanë nda për gjysë të mushrik të Mekë, s'li ka qenë përfundimit. Sikur se ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sabran ala yasirin fa inna maw'idakumul janna, bani sabër, durani veç edhe pak, bani devotshëm edhe pak, o familja e Yasirit nga se mi juaj është xheneti. Do të mendorët këtyre përfundimeve, edhe mendorët përfundimeve të këqija. Ta thuaj që kanë qenë devotshëm, mendorët përfundimit të faraonit se si ka vdek. Përfundimet e Ebu Lehebit e Abu Jahlit, e të ati se çfarë përfundime kanë pas, edhe krahaso mes përfundimeve pasaj zgjidh se në cilën taraf, në cilën pjesë do me qenë ti. Kjo është e përkatës